Pas raportimit të televizionit Uskana për mos respektimin e gjuhës shqipe në komunikimet zyrtare nga ndërmarrja publike komunale në Kërçov, ka reaguar edhe këshilltari komunal i BDI-s Asip Zendeli. Në seancën e sotme të Këshillit Komunal, Zendeli tha se lëshimet në përdorimin e gjuhës shqipe nuk mund të konsiderohen thjesht si gabime teknike, por sipas tij janë lëshime taktike. Ai kërkoi që institucionet përgjegjëse të tregojnë më shumë kujdes në respektimin e gjuhës shqipe, duke theksuar se ajo duhet të përdoret në mënyrë të barabartë në komunikimet zyrtare, konform ligjit për përdorimin e gjuhëve. Zendeli kërkoi gjithashtu reagime edhe nga partnerët shqiptar të koalicionit qeverisës, duke u bërë thirrje që të ngrejnë zërin dhe të mos lejojnë neglizhimin e gjuhës shqipe në institucionet publike. Kisha dash të reagojnë lidhje me mos respektimin e gjuhës shqipe nga ndërmarrja komunale. Pra informimet që i lëshon tash trendi avazi i vjetër, fillimisht nga komuna, tash edhe nga ndërmarrja komunale, dhe nuk mundemi më të quajmë gabime teknike këta, kanë kaluar në gabime taktike. I lëshohen dhe ne duhet për secilën shkresë të atyve të reagojmë. Pra kjo është shkelje e ligjit dhe duhet të ardhmet edhe ju si partner të koalicionit të reagoni një herë për gjuhën shqipe, sepse është e tepërt kjo dhe kisha dashur të keni pak më shumë kompetenca në këtë drejtim, mos leni që dikush vetëm se jeni partner dhe mos të reagoni për kur gjë. Duke e ditë se votat i morët nga shqiptarët, kryesisht ju edhe kolegët tjerë, pra të reagohen dhe jo se cilën vendim ta përkrahni.